Thotë, burri po më nënçmon, shkaku pse i ruhem haramit, kam vendos më nda. Lusë Allah në zhjel që ta uzoj bashortin tëndë. Feja jonë e bukur thotë, nuk respektohet krijesa nëse këshilla apo urdhri i krijesës është në kundërshtim me urdhrin e krijuesit. Jeta bashkërtore a ka një lloj bekimi dhe shejtërie, nëse më lejohet me e quajt kështu. Deri në maksimum duhet burri dhe gruaja mos me pru punën deri te ndamja. Ti në rastin tënd duhesh me këshillu bashortin për hir të Allahut, me fjalë të mira. Me pru punën që mos mu detyru me nda prej ti. Por nëse vije puna deri aty që s'ka alternativ, edhe shet që çdo rrugë, çdo shpresë ka humbë, atër mund ta marrësh këtë vendim, me të cilin normal se asu nuk jam i pajtimit edhe më vjen keq me ta thonë këta. Pra na dojmë me rujt familjen deri në maksimum. Por nëse bashorti nuk do me rujt, atër Allahu zgjali një moftë edhe atit një moftë edhe ty. Keq kjo është, këshilloj çdo bashort që duhet me falendëru Allahun që ka një grua e cila ruhet për haramit. Por nga ana tjetër, këshilloj që ti me sjelljet tua mos më u bën sebeb deri te ndamja, kam fjalën ndiku ku mundesh me lëshu pa mrana halalit, mrana të lejuarës, mundo me lëshu pa. Se unë nuk e di tash në detajet e rrethanave t'juja, se shpesh neve ashtu si na vjen pyetjet përgjigjemi, por nuk dim ma thellë problemin. Pastaj nuk dojmë që përgjigjet tona me u shfrytzu edhe marrë deri te ndamja me dy rreshta pyetje që ndoshta që shikon venon njonit ashtu edhe bën pyetjen. Jemi kundër kësaj, prandaj keni kujdes, të kemi edhe na këtë kujdes që mos na keq përdoren përgjigjet tona. Gjithsesi, jam kundër ndamjes deri në maksimum, por nëse s'ka alternativë tjetër, Allahu ju një moftë të dyve. Allahumma amin.